Në mediat serbe është publikuar një lajm për prishjen e koalicionit aktual në lidhje me këtë, u prononcua Hayredin Hyda, kryetari i Asamblesë Komunale. Abetarja për Bashkët Shqipëri-Kosovë për zgjedhjen në prill të këtij viti do të përdoret edhe nga mësimdhënësit e Luginës së Preshevës. Kryetari i Komunës së Bujanosit Nagif Arifi ka udhëtuar sot për në Beograd për të marrë pjesë në iftarin e organizuar nga Ambasada Amerikane. Teleshikues nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin informativ këtu në Radio Televizionin e Bujanocit. Ditëve të fundit në mediat serbe është publikuar një lajm për prishjen e koalicionit aktual të Komunës së Bujanocit dhe formimin e një koalicioni të ri. Për të mësuar realitetin e gjithë kësaj dhe sa është stabil koalicioni aktual, ne sot biseduam me kryetarin e Asamblesë Komunale të Bujanocit, Hayredin Hyda. Ditëve të fundit në mediat serbe është publikuar një lajm për prishjen e koalicionit aktual të Komunës së Bujanocit dhe formimin e një koalicioni të ri. Për të mësuar realitetin e gjithë kësaj dhe sa është stabil koalicioni aktual, ne sot biseduam me kryetarin e Asamblesë Komunale të Bujanocit, Hayredin Hydan. Me këtë rast, ai tha se kjo gjë nuk është e vërtetë dhe koalicioni aktual është shumë stabil. Po, është e vërtetë se në një gazetë serbe, konkretisht në gazetën Danas, dje ka dalë një artikull, nëse mund ta quajmë artikull, i adresuar ose i shkruar nga një zot Ristiqi, në të cilën pretendohet se koalicioni aktual do të shpërbëhet për arsye se është bërë një marrëveshje e re në mes të Riza Halimit edhe koalicionit për Bujanoz, 2 antarëve të SNS-it dhe 6 antarëve të LPD-s. Mirë, por kjo nuk është para vërtet, sepse koalicioni aktual është shumë stabil, kurse shka është interesant në këtë artikull, këtu nuk ka të vërteta dhe janë të gjithë të vërteta, mirë, por dhe ka kolizion dhe është absurd, sepse këtu pretendohet se në vend të këtë koalicionit aktual do të formohet një koalicion prej Shaib Kamberit, pra që i ka në 8, ata pretendojnë se i ka 9, mirë por Salih Saliu nuk është pjesëtari PVD-s, mirë por është kandidati pa varur, ne kemi dokumentacionin të cilin ne ka dorëzuar neve Salih Saliu se është kandidati pa varur, pastaj pretendohet se do të bëhet një koalicion me koalicionin për Bujanoz, mirë por këtu nuk është e qartë sepse koalicioni për Bujanoz përbëhet prej 3 këshilltarëve të Partisë Demokratike të Boris Tadićit dhe një këshilltar i Partisë Socialiste Serbe të Milan Dačićit dhe SNS-it, kurse konflikti më i madh në korpusin serb, politik serb në Bujanoz, është në mes të SNS-it dhe Partisë së Boris Tadićit, kurse në bazë të kësaj matematike të bërë nga ky gazetar, atëherë në këtë koalicion do të mbeteshin 6 koalicionit Partia Grupimi Qytetarëve Stojan Çarsiçit dhe UDSH-ja, kurse në hyrje të saj bëhet pretendohet se është bërë marrëveshje mes Stojan Çarsiçit dhe Riza Halimit, çka nuk është e vërtetë. Se a është e gjithë kjo ide e deputetit Riza Halimi, i cili kishte votuar formimin e qeverisë së re që të shpërblejë për prishjen e koalicionit aktual të Komunës së Bujanocit dhe sa ka ndikim Halimi në tërë këtë, Hyda thekson. Më vjen keq të them, mirë po Riza Halimi është një njeri i kooptuar në parlamentin e Serbisë, kur themi i kooptuar se ne dim se me sa vota ka shkuar, ai është ka supozime, nuk jam i sigurt se a ka votuar apo jo për formimin e qeverisë, mirë por apo të ketë votuar, fuqia e tij është minimale, shumë është e vogël dhe ai nuk mund të bëj kur gjë në destabilizimin e pushtetit lokal në Bujanoz. Është e vërtetë se ai pretendon, pasi që i kanë shterë të gjitha mundësitë që në Preshev të bëj manovrime të këtilla, ai mundohet që ta destabilizoj Bujanocin. Pse e bën këtë? Qëllimi vetëm është i tij që ta destabilizoj pushtetin aktual në Bujanoz, sepse e ka kuptuar se ne e kemi marrë seriozisht punën që ta zhvillojmë Bujanocin, mirë por ai me destabilizimin e pushtetit në Bujanoz pretendon të mbrojë ato keqpërdorimet, korupcionin që ka mbretëruar në komunën e Bujanocit në mandatin e kaluar 4 vjeçar dhe ai me këto punë dëshiroi vetëm se ta mbroj veprimin e atyre, kurse sa për të prish koalicionin, unë jam i bindur se Riza Halimi ka fuqi minimale dhe nuk mund ta bëjë atë. Me këtë rast, Hayredin Hyda apelon tek të gjithë qytetarët e sidomos simpatizantët e Partisë Demokratike se asgjë në këtë drejtim nuk është serioze.
Unë së pari simpatizuzve të PD-s, mirë por edhe qytetarët Bujanosit, të cilit kanë filluar të kuptojnë se ne e kemi seriozisht që të zhvillojmë këtë komunë, nuk kanë shka të merren me rezalimin, fundit ajo është banori i komunës Preshevës dhe të merret me Preshevën. Pra nuk ka kur gjë serioze këtu dhe nuk ka shka të qetësohen. Lidhur me vizitën e kryetarit të Këshillit Nacional dhe deputetit popullor që ja kanë bërë Ministrisë Arsimit të Kosovës për t'i parashtruar disa ankesa që kishin të bënin me kuotat e studentëve nga Lugina, Hydas sqaron se të vetmit kompetent për zhvillimin dhe mbarvajtjen e sistemit arsimor janë pushtetet lokale të cilat i kanë drejtoratet e posaçme për arsim. Të vetmit kompetent për zhvillimin, mbarvajtjen e sistemit arsimor në komunën e Preshevës dhe të Bujanucit janë pushtetet lokale të cilat i kanë drejtoratet e posaçme për arsim. Të gjitha tjerë faktorë, forumet tjera, organizmat, personat, ata vetëm se lëndrojnë ose notojnë në vend pa ujë, sepse nuk kanë vend ata për shka të merren me këtë. Kryetari i komunës Preshevës dhe kryetari i komunës Bujanucit, pra respektivisht Ragmi Mustafa dhe Nagip Arifi, para 3 javë kanë qenë në vizitë te Ministri i Arsimit i Kosovës, zotri Rambuja, dhe është bërë një marrëveshje në të cilën do të ketë kvota për kandidatët për student në Universitetin e Prishtinës. Që do të thotë se për dallim nga hera tjera, kësaj here nuk do të ketë kvotë të përbashkët për Preshevë dhe Bujanos, mirë për do të qenë të veçanta për Preshevë, të veçanta dhe për Bujanos veçanta. Shka do të thotë se nuk ka mundësi manipulimi. Kjo është si rrjedhoj e bashkëpunimit të mirë fill të 2 pushteteve lokale. Pastaj, pos kvotave të rezervuara, që është një diskriminim pozitiv, të gjithë studentët, kandidatët nga Bujanos dhe Presheva i kanë dorëzuar dokumentet për të konkuruar në Universitetin e Prishtinës dhe deri më sot nuk kemi asnjë vretje nga asnjë nxënës që ka konkuruar. Kjo pse kanë bërë këta 2 persona që nuk janë të autorizuar fare, sepse në fundit ata adresa e tyre është në Beograd, sepse edhe Këshilli Nacional është i formuar në Beograd dhe pretendim, ata duhet të avansojnë punën e arsimit, mirë por adresa e tyre është që të adresojnë problemet e tyre në Beograd, dhe deputeti pra ka shkuar në adresë të gabuar. A janë ankuar të zotri Buja apo jo, ajo është hipotetike, sepse ne nuk mund t'i besojmë artikullit Gazetares, në të cilën ata ose në komunikatën e Këshillit Nacional, sepse ata nuk kanë pas për shkak të ankuar. Mirë, por kjo më shumë ka për qëllim destabilizim ose krijimi të hutisë të nxënësit. Dhe unë në vizitën para 1 jave që ja kam bërë Ministrisë së Arsimit, ku janë planuar nga këshilltari i lartë, zotri Nuri Bexheti, edhe në deklaratën që e kam dhënë para 1 jave në televizionin e Bujanosit, nga ata jemi porositur që t'i porosisim prindrit dhe nxënësit të cilët konkurrojnë që mos të bind pre e njerëzve që rrinë para sporteleve ose njerëzve që pretendojnë se janë të njohur ose kanë mundësi t'i pranojnë pa kurfar kriteresh, mirë por kriteri vetëm do të jetë aftësitë e tyre dhe rezultatet në provime pranuese. Kështu që nëse ata kanë pretenduar se ne kemi bërë marifetlëqe ose diçka është e pavërtetë, mirë por unë nuk duhet ta përsëris se vitet e kaluara ka pas delegacione të ndryshme që kanë shkuar në Ministrinë të Arsimit dhe si rrjedhoj ka qenë pastaj mos regjistrimi i nxënësve tanë të cilët kanë mbetur një numër i konsiderueshëm pa regjistruar. Kurse unë prapë qëndroj përpas saj se Ministria e Arsimit të Republikës Kosovës ka premtuar dhe atë premtim ata do të realizojnë se asnjë student i Preshevës dhe Bujanosit, pra konkretisht Lugina Preshevës, nuk do të mbeten pa u regjistruar në të gjitha fakultetet të Universitetit Prishtinës me përjashtim. Në fakultetin e mjekësisë janë ndarë në drejtimin mjekësie përgjithshme 4 studentë nga Bujanosi dhe 4 nga Presheva, dhe në fakultetin arkitekturës pra do të pranohen vetëm sa ata që janë paraparë me kvotë, kurse në të gjitha fakultetet tjera, të gjithë ata që dëshirojnë të regjistrohen do të regjistrohen mos në afatin e dytë, mos në afatin e parë në të dytin. Dhe këto spekulimet që i kanë bërë Rizalimi me Gali Beqirin apo presqendra ose shërbimi për informim i Këshillit Nacional janë të pavërteta.
Abetaria e përbashkët Shqipëri-Kosovë e përgjedhur në prill të këtij viti do të përdoret edhe nga mësimdhënësit e Luginës së Preshevës, ku të gjithë fëmijët që do të fillojnë klasën e parë do të mësojnë me abetaren e re. Kjo abetare sot ka arritur edhe në komunën e Bujanocit dhe sipas Arber Pajazitit, abetaria vjen në një moment historik, siç është 100 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë. Të gjithë nxënësit shqiptar të Luginës së Preshevës që do të fillojnë klasën e parë në këtë vit shkollor 2012-2013 do të mësojnë shkronjat e gjuhës shqipe nga abetaria e përbashkët, e cila është promovuar në maj të këtij viti nga drejtuesit e institucioneve të larta të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë në qytetin e Prizrenit. Abetaria e përbashkët shqipe, si dhe ajo e punës, tani më ka arritur edhe në komunën e Bujanocit dhe sipas shefit të kabinetit të kryetarit të komunës Arber Pajaziti, sapo emëruar në këtë pozicion, ky është një moment historik sepse përkon me 100 vjetorin e pavarësisë së Republikës së Shqipërisë. Ka arritur edhe në Bujanoc abetaria gjithëkombëtare. Me 24 prill është bërë përzgjedhja e tekstit fitues për abetaren e përbashkët të Kosovës dhe Shqipërisë, e cila pastaj është promovuar nga dy kryeministrat, ai i Shqipërisë Zoti Berisha dhe ai i Kosovës Zoti Thaçi në Prizren. Abetaria vjen në një vit historik për ne shqiptarët, vjen në duart e nxënësve shqiptar të Luginës së Preshevës, pikërisht në 100 vjetorin e pavarësisë së shtetit shqiptar. Me këtë abetare do të punojnë arsimtarët dhe nxënësit shqiptar të Luginës së Preshevës. Teksti fitues për abetaren e përbashkët Shqipëri-Kosovë ishte përzgjedhur më 24 prill të këtij viti. Teksti ka 4 bashkautor, Shezai Rokajn dhe Mimoza Gjokutajn nga Shqipëria, si dhe Islam Krasniqin dhe Saranda Komunova Pozhegun nga Kosova. Abetaria e përbashkët është realizuar në nismën e dy ministrive të arsimit të Shqipërisë dhe Kosovës, gjë që do të vazhdojë edhe lidhur me unifikimin e teksteve tjera shkollore. Promovimi i abetares së përbashkët është bërë në mes të muajit maj të këtij viti në qytetin e Prizrenit nga kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha dhe ai i Kosovës Hashim Thaçi, ku këta dy të fundit promovimin e kësaj abetare e kanë quajtur moment të rëndësishëm historik për kombin shqiptar. Me ftesë të ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd, Mary Vorlik, kryetari i komunës së Bujanocit Nagif Arifi ka udhëtuar sot për në Beograd për të marrë pjesë në iftarin e organizuar nga ambasada amerikane në shenjë respekti për muajin e Ramazanit për të gjithë njerëzit që i përkasin fesë islame. Në këtë iftar janë të ftuar të gjithë ambasadorët e shteteve islamike që janë të akredituar në Serbi. Komuna e Bujanocit në dhjetor të vitit 2009 ka aprovuar planin lokal aksional për të rinjët për periudhën 2010-2014, i cili përmban të gjitha aspektet të cilat janë të rëndësishme për jetën e të rinjëve të komunës së Bujanocit. Komuna e Bujanocit në dhjetor të vitit 2009 ka aprovuar planin lokal aksional për të rinjët për periudhën 2010-2014, i cili përmban të gjitha aspektet të cilat janë të rëndësishme për jetën e të rinjëve. Plani lokal aksional për punësim dhe ndërmarrësi i të rinjve të komunës së Bujanocit ka për qëllim të identifikojë mundësitë lokale dhe pengesat për punësim dhe ndërmarrësi, të njohë klimën e tanishme dhe çka është e nevojshme për përparimin e saj me qëllim të përkrahjes së punësimit dhe ndërmarrësve të rinj, të përgjigjet në problemin më të madh të komunës, formimin e vendeve të reja të punës, të zbatoj plani nacional aksional për të rinjt në nivel lokal, transformimi i prioriteteve nacionale në qëllimet konkrete komunale dhe aktivitete me nevoja specifike. Projekti në fjalë ka dy përparësi me qëllime të ndara. Përparësia e parë është që të shtohen mundësitë për vetë punësim dhe ndërmarrësi të të rinjve në komunën e Bujanocit. Disa nga qëllimet kryesore janë shpërmbushja e parakushteve për përkrahje sistemore për zhvillimin e ndërmarrësisë në komunën e Bujanocit. Të shtohet qasja në informacionet në njohuritë dhe shkathësitë mbi biznesin për të rinjt e papunësuar, forcimi i dialogut në mes të vetë administrimit lokal dhe të biznesit të vogël. Në përparësimin e dytë është që të shtohet mundësia për punësimin e të rinjve në komunën e Bujanocit. Qëllimi është që të krijohen parakushte për përkrahjen sistemore të punësimit të rinjve në komunën e Bujanocit. Mundësimi i fitimit të përvojës së punës për të rinjt në Bujanoc, të shtohen mundësitë për punësimin e romëve të rinj si dhe për punësimin e të rinjve me invaliditet. Ky projekt mbështetet nga komuna e Bujanocit dhe nga disa partnerë ndërkombëtar. Ata të cilët nuk janë ende të pajisur me patent shofer duhet të i bëjnë mirë llogaritë e tyre si në aspektin financiar ashtu edhe në atë kohor. Teoria praktike e udhëzuar me 25 orë ligjerat, 10 orë teori për ndim në nshtrimi i provimit për ndim të shpejt janë rrisi që nuk janë zbatuar deri më tani.
Kursi i dhënies së automjetit ose siç quhet ndryshe patent shoferi kohëve të fundit është bërë më së nevojshëm. Në procedurat e kaluara kishte më shumë lehtësime, por tani me hyrjen në fuqi të ligjit të ri, i cili do të fillojë së zbatuari që nga 1 tetori i këtij viti, procedura e marrjes së patent shoferit do të ndryshojë. Këtë konfirmoi sot Selami Ajeti, drejtori i autoshkollës Goga në Bujanoc, ku mes tjera shtregoi edhe kriteriumet që mban ky ligj. Teoria praktike e udhëzuar me 25 orë ligjërat, 10 orë teori për ndim të shpejt, nënshtrimi i provimit për ndim të shpejt janë risitë që nuk janë zbatuar deri më tani. Përveç këtyre, normalisht se ka lëvizur edhe çmimi i regjistrimit të kursit paralel me këtë edhe procedura e provimeve ligjëratave, mbajtjes së orëve me praktikant do të jetë më e gjatë deri në përfundimin dhe marrjen e patent shoferit. Procedura e re në realitet do të filloj prej 1 tetorit, vitit 2012, ku kandidatët do të jenë të obliguar me rregullat të reja të nënshtrohen edhe teorisë, që cilën nuk e kena pas deri më sot. Do të thotë teoria do të ketë gjithsej 25 orë, teori për komunikacion dhe 5 deri në 10 orë teori për ndim të shpejt, e cila në të ardhmen do të riprovohen faktikisht, do t'i nënshtrohen provimit edhe për ndim të shpejt, posaçërisht, e cila ka qenë deri më tash kam pas pyetje në test, kurse tash do t'i nënshtrohen provimit veç mas të ndimës së shpejt. Do t'jetë një procedurë paksa më e gjatë. Supozohet se mund zgjas spaku 2 muaj e gjys deri në 3, kurse deri më tani me kushtet edhe me ligjin e vjetër, patent shoferin ka mund ta marrin kandidatët e zellshëm apo të zgjuar në afat prej 5 javë me rregulloret vjetër. Kurse me rregullorin e re, kjo procedurë do të difishohet. Nuk ka më shansa, shkohet në procedurë më shkurt, po do t'i nënshtrohen ligjëratave. Në ligjërata është dhënë se patjetër kandidati duhet prezantoj çdo orë. Nuk guxon të mungoj se po që se mungon kandidati në ato orë ligjëruese, faktikisht do të kthehet mbrapa. Nëse bën mungesë diku orën e 10 apo 15 bie fjala, do të kthehet nga fillimi. Por të kthyer nga fillimi, do të ketë patjetër përmbushjet kushti prej 10 antarëve, sepse ligjëratat nuk mund të fillojmë me 1, 2, 3 antarë, po spaku duhet bëhet, formulohet grupi prej 10 kandidatëve, më spaku e më tepër. Derisa të bëhet ai grup nxënësh, çdo kandidat i cili i thën rregullat e ligjërimit duhet prese afatin e parë të mundshëm që të jepet për rifillim ligjërimit. Kohë më parë vetëm se ka filluar së zbatuari ligji ku praktikanti i cili përfundon kursin e patent shoferit nuk do të mund të pajiset me patent shofer, por vetëm se një dëshmi se ka kryer kursin dhe të drejtë në patent shofer ka vetëm pas 1 viti. Për fund, Ajeti apelon të gjithë kandidatët që kanë të regjistruar patent shoferin dhe kanë kryer gjithsej 40 orë, të lajmërohen dhe të i nënshtrohen provimeve kualifikuese para 1 tetorit. Për ndryshe këtyre kandidatëve do të i hiqet e drejta e pajisjes së patent shoferit me ligjin aktual dhe automatikisht kalojnë në listën e ligjit të ri. Për regjistrim kandidati duhet të ketë spaku letër njoftimin, apo mundet edhe me pasaport të bëhet regjistrimi, i ka nevojë të ketë certifikat mjekësore, të nënshtrohet komisionit mjekësor, e cila bëhet këtu në Bujanoc ditën e hanë dhe të mërkur. Kështu që vetëm me ato 2 dokumentacione mund bëj regjistrimin. Kisha me ju preferu kandidatëve të cilët prej pjesës së 2 të vitit 2011, cilët i kanë kryer orët, disa prej tyre ju kanë nështru provimit teorik nga njerë, edhe kanë dështu, mos ta lënë pas dore, po kanë mundësime në fat prej 2 muajshve, të nështrohen riprovimeve, ta kryen me sukses, se për ndryshe edhe për ata do të zbatohen rregullat e reja, sa i përket
teorisë e cila do të hyjë në fuqi. Derivatet e naftës në Serbi janë shtrejtuar mesatarisht për $1 dinar për shkak të rënjes së dinarit kundrejt dollarit. Një rritje tjetër pritet që përsëri të ndodhë në rast se vije deri tek rritja e akcizave deri te derivatet të naftës, kanë thënë naftarët. Derivatet e naftës në Serbi janë shtrenjtuar mesatarisht për $1 dinar për shkak të rënjes së dinarit kundrejt dollarit. Një rritje tjetër pritet që përsëri të ndodhë në rast se vije deri tek rritja e akcizave të derivateve të naftës, kanë thënë naftëtarët. Industria naftës së Serbisë ka ngritur çmimet me shumicë dhe pakicë të BMB 95 për gjys dinari për litër, ndërsa çmimin e euro premiumit BMB 95 e ka ngritur për $1 dinar. Në rritjen e shitjeve me pakicë në pompat e benzinës që gjenden nëpër autostradë dhe në stacionet moderne të benzinës janë rritur çmimet me shumicë të dizelit dhe eurodizelit për $1 dinar. Naftëtarët privat paralajmërojnë që në 2 ditët e ardhshme edhe ata do të ngrisin çmimet mesatarisht për $1 dinar dhe thonë se për shkak të rritjes së akcizave derivate do shtrejtohen përsëri. Siç thonë në shoqatën e pompës së benzinës së Serbisë, kjo çështje do të ndikojë në zvogëlimin e përdorimit të derivateve të naftës, sepse konsumimi i karburantëve nga fillimi i këtij viti është zvogëluar për 1% në krahasim me vitin e kaluar. Në krahasim me vendin tonë, derivatet e naftës me çmime më të lirë janë në Bosnjë, Hercegovinë dhe Rumani. Ministresha e Shëndetësisë Slavica Gjukish Dejanović ka paralajmëruar se muajin e ardhshëm qytetarët do të kenë në dispozicion 525 barëra të cilat që një vit nuk kanë qenë në përdorim nëpër banatore. Ajo sot për të përditshmën Blisk ka thënë se në mesin e këtyre barëra do të gjenden edhe shurupet për fëmijë si brufeni, antibiotikët, kremat antibiotik, si dhe barërat qetësuese. Ajo tha se i kanë dhënë urdhër që në një afat shumë të shkurtër kohor, konkretisht për 2 javë, ky problem të zgjidhet. Çmimet së shpejti do të formohen dhe muajin e ardhshëm të gjithë barërat do të gjenden në farmaci. Në 5 ditët e ardhshme priten ngritje të temperaturave ku do të arrijnë mbi 35 gradë Celsius, ka bërtëditur Instituti Hidrometeorologjik i Serbisë. Dita e diel, e hënë dhe e martë janë parashikuar si ditët më të nxehta ku temperaturat do të arrijnë nga 35 deri në 42 gradë Celsius, ndërsa nga mesi i javës do të ketë rënje temperaturave të përcjellura me shi, breshër dhe bubullim. Gjatë temperaturave të larta, kujdesi veçantë u rekomandohet të sëmurëve kronik dhe atyre me problem të zemrës që mos të ekspozohen në diell dhe të konsumojnë sa më shumë lëngje, gjithashtu nga këto reaksione meteorologjike mund të lajmërohet pagjumësi dhe lodhja. Intelektuali i mirënjohur shqiptar nga Shkupi Kim Mehmeti do të jetë kandidati i përbashkët i opozitës për kryetar të qytetit të Shkupit në zgjedhjet e ardhshme lokale, njofton gazeta Lajm që citon disa burime opozitare. Intelektuali i mirënjohur shqiptar nga Shkupi Kim Mehmeti do të jetë kandidati i përbashkët i opozitës për kryetar të qytetit të Shkupit në zgjedhjet e ardhshme lokale, njofton gazeta Lajm që citon disa burime opozitare. Ato kanë bërë të ditur se opozita është duke kërkuar kandidat të sigurt për fitore në kryeqytet, i cili do të ishte i pranueshëm për pjesën më të madhe të votuesve maqedonas dhe shqiptar. Emri i Kim Mehmetit është në rrethin më të ngushtë të kandidatëve të cilët janë duke u shqyrtuar, pasi me kapacitetin e vet intelektual konsiderohet si figurë e pranueshme për 2 komunitetet më të mëdha. Kandidimi i tij do të ishte një hap historik për tolerancën ndëretnike. Me projektet kontroverse, pushteti aktual nga Shkupi filloi për hapjen e urrejtjes ndëretnike në qytete tjera të Maqedonisë. Andaj prej këtu duhet të fillojë edhe procesi i kthimit të mirëbesimit. Jemi të sigurt se për Mehmetin do të votonin 99% të votuesve shqiptar, por edhe pjesa më e madhe e votuesve maqedonas kanë respekt për të, shkruan Lajm duke cituar burimet e opozitës. Në favor të kandidimit të Mehmetit shkon edhe fakti se ai ka shumë libra të botuar në gjuhën shqipe dhe në atë maqedonase, por edhe simpati që gëzon tek përfaqësuesit ndërkombëtar në Shkup. Ai deri më tani ka patur disa oferta indirekte dhe direkte për të qenë aktiv në politik, mirëpo kjo është më seriozja deri tani. Vetë Mehmeti me modesti i komenton informatat për kandidim të mundshëm për kryetar të Shkupit, por tani për tani as nuk i konfirmon e as nuk i përgënjeshtron ato. Gjatë qëndrimit të tij në kryeqytetin serb në një intervistë për radio televizionin publik serb, Guilio Teresi ka theksuar se Bashkimi Evropian është e vetëdijshme për ndjeshmërinë që ka çështja e Kosovës, por nuk e sheh si kusht të ri për Serbinë. Nuk e shoh në asnjë mënyrë që parakushti i ri për Serbinë për integrim në Bashkimin Evropian të jetë njoja e pavarësisë së Kosovës. Në Europë dhe Itali e dim se sa emotive dhe politike është kjo çështje.
Jemi të vetëdijshëm për vështirësitë që ka dhe ndarjen e Kosovës në vitin 1999. Nuk mendoj se dikush dëshiron ta vendosë këtë çështje si kusht të ri në tavolinë, ka thënë ministri italian i cili ka qëndruar në Serbi. Italia dhe Serbia kanë disa marrëveshje bashkëpunimi në aspektin ekonomik, ndërqeveritar dhe kulturor, ndërkaq në politikën serbe ditëve të fundit kushtet e reja nga Bashkimi Evropian për integrimin e Serbisë e që paraqiten si sekrete janë kthyer në qendër të vëmendjes. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić do të jetë shefi i ri i ekipit negociator të Serbisë në dialog me Kosovën. Lajmi është bërë i ditur nga gazeta serbe Pres, e cila citon burime nga kabineti i presidentit serb, të cilat theksojnë se çdo gjë është gati dhe pritet vetëm autorizimi nga qeveria. Nikolić është i gatshëm që të bisedojë me përfaqësuesit e institucioneve të përkohshme në Kosovë, por kusht është arritja e konsensusit me të gjithë aktorët politik në Serbi, parti që janë në kuvend, shoqërinë civile si dhe përfaqësuesit e kishës, por edhe të serbëve të Kosovës, theksohet nga kabineti i presidentit serb. Ndërkohë, shefi i ekipit negociator serb Borislav Stefanović ka thënë se ndoshta nuk është ide e keqe që Nikolić të jetë në krye të ekipit, duke marrë parasysh kërkesat e bashkisë ndërkombëtare që bisedimet të zhvillohen në nivel më të lartë, mund të pritet që krye negociatori të jetë presidenti i shtetit. Nikolić ka më shumë kompetenca dhe mundësi për bisedime, ka thënë Stefanović. Me rekorde të reja botërore dhe sfida interesante ka vazhduar edhe dje gara në lojrat olimpike verore Londra 2012. Për shkak të dëmtimit nga garat është tërhequr atletja shqiptare Klodiana Shala. Atletja shqiptare Klodiana Shala është tërhequr nga lojrat olimpike të Londrës. Lajmin e ka konfirmuar për Top Channel mjeku i ekipit olimpik Melo Streni, sipas të cilit dëmtimi i vjetër i saj bën të pamundur garimin në 200 metra. Është e vërtet, ka një dëmtim i cili është një dëmtim i vjetër që her pas here i rishfaqet. I rishfaq në stërvitje, i bën të gjitha ekzaminimet në fshatin olimpik nga mjek anglez, i bë dhe rezonanca magnetike, kështu që rezultoi e dëmtuar, tha mjeku Melo Streni. Gjatë ditës së djeshme të garave në Olimpiad, notari hungares Daniel Gjurta ka fituar medaljen e artë olimpike duke vendosur një herësh rekord të ri botror në disiplinën 200 metra në stilin bretkocë. Në futboll, pas ndeshjeve të djeshme janë bërë të ditur emrat e 8 skuadrave që janë kualifikuar në çerek finale. Befasi është eliminimi i Spanjës, e cila arriti vetëm pozitën e fundit në grupin D. Në çerek finale do të takohen Brazili, Hondurasi, Britania e Madhe, Korea Jugore, Meksiko, Senegali dhe Japonia, Egjipti. Edhe pas ditës së djeshme, Kina u dheq me 30 medalje përcjellur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë 29. Në pozitën e tretë, Korea Jugore me 12 medalje ka zëvendësuar Francën, e cila ka 13, por që ka më pak medalje të arta. Sipas meteorologëve, nesër mbi vendin tonë do të jetë mot me diell. Temperatura minimale 17 gradë, kurse ajo maksimale 30 gradë Celsius. Teleshikues nderuar, kjo ishte e tëra përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh dhe para se të ndajemi, ju ftoj që edhe një herë të ndiqni titullat kryesor të lajmeve. Në mediat serbe është publikuar një lajm për prishjen e koalicionit aktual në lidhje me këtë. U prononcua Hayredin Hida, kryetari i Asamblesë Komunale. Abetaria për Bashkët Shqipëri-Kosovë për zgjedhjen në prill të këtij viti do të përdoret edhe nga mësimdhënësit e Luginës së Preshevës. Kryetari i Komunës së Bujanocit Nagip Arifi ka udhëtuar sot për në Beograd për të marrë pjesë në iftarin e organizuar nga Ambasada Amerikane. Ndoshet lajmet qendrore të orës 18:30 këtu në Radio Televizionin e Bujanocit. Faleminderit për vëmendjen nga Uvalo Begzadi, mirëmbëngjes.